Në botën e erë të krimit ndërkombëtar, emrat ndryshojnë pa aq shpejt sa dhe pasaportat në xhep. Por për agjensitë ligjzbatuese nga Tirana në Quito dhe nga Roma në Stamboll, një figurë ka mbetur makthitëre konstant për 2 dekada me radhë. Në Itali e njohin si Pablo Escobari shqiptar, një titull që mbart peshën e miliona eurove në kokainë dhe një rrjeti që shtrihet në 2 kontinente. Në Ekuador, aty ku ligjin e bëjnë kartelet brutale, ai fitoi respektin dhe frikën si narkombreti i Quitos, ndërsa brenda mureve të burgjeve të Amerikës Latine, të dënuarit e thërrisnin me respektin e heshtur, Julio. Spanja e pagëzoi si mjeshtri i ratisjeve, një epitet që do ta vërtetonte her pas here, duke sfiduar sistemet më të rrepta të sigurisë në Europë. Por pas gjithë këtyre maskave dhe nofkave, fshihet një emër që në Shqipëri lidhet me fillimet e përgjakshme të viteve 90. Dritan Rexhepi, njeriu nga Vlora që transformoi krimin shqiptar nga bandet e lagjeve në një korporat globale. Emri i tij i vërtet është Gramoz, por ai përveç historisë kriminale ka dhe një historik të ndryshimit të emrave. Për 20 vjet ka përdorur 6 identitete. Në vitin 2004 e ka ndryshuar emrin nga Gramoz në Dritan. Në të njëjtën kohë ka ndryshuar dhe emrin e babait, nga Luan në Pelivan, ndërsa në tetor të vitit 2011 ai ka aplikuar për t'u pajisur me pasaportë biometrike, duke vjedhur identitetin e një personi nga fshati Kot, i quajtur Lurzi Murataj. Paralelisht me këtë emër përdorte edhe identitetin tjetër Edmir Kraja, ndërsa kur u arrestua në Ekuador në vitin 2014, kishte edhe një pasaportë greke të falsifikuar me emrin Ioannis Dionisopoulos. Së fundmi, kur u arrestua në Stamboll, ju sekuestrua një pasaportë kolumbiane, me fotografinë e tij dhe generalitetet Benjamin Omar Perez Garcia. Dritan Rexhepi sot është i kërkuar në 7 shtete, por 2 janë më të rëndësishmet, Italia dhe Shqipëria. E kanë kërkuar ndër vite ekstradimin e tij. Sot konsiderohet në të njëjtin nivel me narkotrafikantët më të rëndësishëm të Amerikës së Jugut. Pavarësisht aludimeve mediatike për një kartel të mirëfillt shqiptar që drejtohej nga ai, duket se ende nuk është arritur ky nivel. Dritan Rexhepi tashmë është arrestuar, por për sa kohë do të qëndrojë pas hekurave. Kjo është një pikë pyetje e madhe. Përveç se një super trafikant, ai njihet nga të paktën 3 shtete si mjeshtri i ratisjeve nga burgu. Megjithse duket se tashmë lirin kërkon që ta fitojë përmes gjykatës dhe jo duke prerë hekurat e qelisë. Pas arrestimit të tij në Turqi, 2 shtete kanë nisur procedurat për ekstradimin e tij. Italia, që dha dhe informacionin për vendodhjen e tij dhe bashkëpunoi për arrestimin, por edhe Shqipëria, ku është i dënuar me 25 vite burg për vrasje. Vetë Dritan Rexhepi kur doli para gjykatës në Ekuador dhe së fundmi në Turqi ka shprehur dëshirën të ekstradohet në Shqipëri, ndonse e kërkon dhe Italia dhe Belgjika. Në Turqi ku dhe u arrestua, kishte hyrë para 9 muajsh dhe ishte vendosur në një vilë në një zonë europiane të Stambollit. Një lagje që njihet si një lagje e qetë, ku pjesa më e madhe e banorëve janë me arsim të lartë dhe nuk njihet për probleme nga policia. Në pasaportën kolumbiane false që Dritan Rexhepi kishte me emër të rem, Benjamin Omar Perez Garcia, kishte një vulë hyrëse në aeroportin e Stambollit. Policia shqiptare nga ana tjetër ka pasur informacione të pakonfirmuara se gjatë vitit 2023 Dritan Rexhepi ka qenë në Shqipëri, por nuk është arritur të lokalizohet. Por si arriti Dritan Rexhepi në Quito të Ekuadorit dhe si u ngjit në majtë të narkotrafikut atje? Gjithçka fillon në Shqipërinë pas viteve 90, kur Dritani vendos të braktisë studimet që kishte nisur për drejtësi, duke kaluar në anën e kundërt të saj, në anën e krimit. Në atë kohë ai kishte vetëm 2 mundësi: ose t'i dorëzoi sistemit dhe të shkonte me burgim të përjetshëm, ose t'i jepte vetes një mundësi të dytë. Ai zgjodhi mundësinë e dytë, atë që po e vazhdonte deri kur u arrestua në Stamboll, një rrugë që shndroi sot në narkotrafikant, por pasi u dënua fillimisht për vrasje në Shqipëri, për grabitje në Belgjik dhe trafik droge në Itali dhe Ekuador. Më 6 tetor 1999, Dritan Rexhepi, vetëm 19 vjeç,
U akuzua për vrasjen e policit Durim Kasmi dhe plagosjen e Ramazan Bakiut në Krujë, i cili më pas mbeti i vdekur në spital. Ai u dënua në mungesë me 25 vite burg, ndërsa gjykata e konsideroi krimin si pjesë e një zinxhiri hakmarrjesh. Fajësia e tij u mbështet kryesisht në dëshmitë e një bashkëpunëtori, ndërsa gjykata arriti në përfundimin se vrasja nuk lidhej me detyrën e policit, por me motive hakmarrje personale. Rexhepi nuk e pranoi kurrë autorsinë. Procesi gjyqësor zgjati vite me apelime dhe rigjykime. Në vitin 2018, gjykata kushtetuese i dha të drejtë pjesërisht, duke vënë në dyshim mënyrën e administrimit të provave dhe faktin që të bashkë të pandehurit e tjerë ishin shpallur të pafajshëm për të njëjtat akuza. Më 26 janar 2006, Dritan Rexhepi u arrestua në Tiranë si i dyshuar për vrasje dhe u transferua në policinë e Durrësit, ku ishte në kërkim për ngjarjen e vitit 99 në Krujë. Ndërsa priste të dilte para gjykatës, ai arriti të arratisej nga ambientet e policisë, duke përfituar nga një moment të neglizhence. Pas arratisjes, dyshohet se u largua drejt Holandës dhe më pas u përfshi në aktivitete kriminale në disa vende europiane si Italia, Spanja dhe Belgjika, duke fituar reputacionin si mjeshtri i arratisjeve. Më 17 mars të vitit 2011, Dritan Rexhepi arratiset nga burgu i sigurisë së lartë në Voghera të Italisë, së bashku me 2 shqiptarë të tjerë duke alarmuar autoritetet për shkak të rrezikshmërisë së tyre. Pas arratisjes, ai kapet në Barcelonë, ku tërheq vëmendjen e mediave pasi përfshihet në grabitjen e një banke gjatë festimeve të finales së Champions League. Fal pamjeve filmike, policia arrin ta identifikojë dhe ta arrestojë së bashku me disa bashkëpunëtorë. Më pas ekstradohet në Belgjik për trafik droge, por edhe aty arrin të arratisej nga burgu i Antwerp, duke përfituar nga kushtet e dobta të sigurisë. Kjo arratisje e dytë forcon më tej reputacionin e tij si mjeshtër i arratisjeve dhe shënon një pikë kthese në jetën e tij, pasi vendos të largohet nga Europa dhe tash vendos aktivitetin drejt Amerikës së Jugut. Më 27 qershor 2014, Dritan Rexhepi u arrestua në Ekuador si pjesë e një grupi të kapur me 278 kg kokainë. Fillimisht, identiteti i tij mbeti i panjohur për disa muaj, pasi ai përdorte disa emra të rrem dhe kishte ndryshuar pamjen, duke u paraqitur me dokumente false, përfshirë dhe një pasaport greke. Vetëm pas verifikimit të gjurmëve të gishtave nga Interpoli në Lyon u zbulua se bëhej fjalë për një nga personat më të kërkuar ndërkombëtarisht, i ndjekur nga disa shtete europiane. Arrestimi i tij ishte pjesë e një operacioni ndërkombëtar të Interpolit, i cili ishte vënë në lëvizje për shkak të rrezikshmërisë së lartë dhe rolit të tij në trafikun e drogës. Në këtë operacion u arrestuan gjithsej 11 persona, ku Rexhepi konsiderohej një nga drejtuesit kryesor të grupit, së bashku me disa bashkëpunëtorë nga rajoni dhe nga Ekuadori. Në vitin 2015 ai u dënua me 13 vite burg për trafik droge dhe u mbajt në disa burgje të Ekuadorit, përfshirë Guayaquil dhe më pas në Latacunha, ku qëndroi për disa vite gjatë vuajtjes së dënimit. Gjatë kohës që vuante dënimin në Ekuador, emri i Dritan Rexhepit u përfshi në një nga ngjarjet më të rënda kriminale në Shqipëri, rrëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës në vitin 2020. Autoritetet shqiptare hetuan si një nga organizatorët kryesor të kësaj ngjarje, e lidhur me zhdukjen e një sasie kokaine në Angli. Ky fakt tregoi se Rexhepi vazhdonte të kishte ndikim në aktivitetet kriminale edhe nga burgu. Sipas hetimeve, ngjarja u zbardh pjesërisht përmes dëshmive të familjarëve, veçanërisht të vëllait të viktimës Anton Prenga. Ai shpjegoi se rrëmbimi lidhej me një konflikt për drogë, pasi një sasi kokaine ishte marrë nga persona të afërm të familjes së tij në Angli. Në dëshmitë e tij përmenden dhe komunikime telefonike me një person që prezantohej si Gramozi nga Vlora, i cili dyshohet të jetë Rexhepi dhe që kishte dhënë kërcënime për kthimin e drogës. Në gjykatën e posaçme janë zhvilluar disa seance në mungesë për Rexhepin dhe 6 persona të tjerë në lidhje me ngjarjen. Procesi do të vijojë me gjykim të zakonshëm, pasi vepra e rënd penale për të cilat akuzohen nuk parashikon gjykim të shkurtuar. Më 15 nëntor 2020 një operacion i gjerë në 10 shtete goditi organizatën kriminale shqiptare Kompania Bello, duke çuar në arrestimin e 10 anëtarëve në Europë dhe më gjerë. Sipas Europolit, ky ishte një nga rrjetet më aktive të trafikut të kokainës, me një strukturë tërësisht shqiptare dhe me Dritan Rexhepin si figurë kyçe në furnizimin nga Amerika e Jugut.
Organizata kontrollonte gjithë zinxhirin e trafikut, nga dërgesat e mëdha të kokainës drejt porteve europiane deri tek shpërndarja në treg, duke përdorur metoda të sofistikuara transporti dhe sisteme informale për pastrimin e parave. Edhe pse ndodhej në burg në Ekuador, Rexhepi vazhdonte të drejtonte operacionet përmes komunikimeve të koduara. Në Amerikën e Jugut, ai krijoi lidhje me trafikantin Cesar Emilio Montenegro Castillo dhe rrjete të lidhura me kartelet si ai Joaquin Guzman. Operacioni Los Blancos, i nisur nga autoritetet italiane dhe holandeze, konsiderohet një nga goditjet më të mëdha ndaj krimit të organizuar shqiptar, me tonelata drogë dhe miliona euro të sekuestruara. Në vitin 2021, Dritan Rexhepi kërkoi lirimin me kusht për arsye shëndetësore, dhe më 28 tetor u lirua nga gjyqtari Diego Poma, pasi kishte kryer më shumë se gjysmën e dënimit. Ai u pajis me bërzylyk elektronik dhe duhej të paraqitej rregullisht, por më vonë nuk u gjet në adresën e deklaruar. Pak kohë pas lirimit të tij, u lirua dhe Jose Adolfo Macias Vilmar, i njohur si Fito, lider i grupit Los Soneros, i lidhur me kartelin Sinaloa. Ai kishte një histori të gjatë kriminale, përfshirë arratisje nga burgu dhe dënime për trafik droge dhe vrasje, dhe besohet se ishte njohur me Rexhepi në burgun e Guayaquil. Këto janë favoret e drejtësisë ekuadoriane ndaj mbretit shqiptar Dritan Rexhepi. Kështu e ka titulluar revista Plan V kuadrin gjyqësor që i mundësoi atij lirimin me kusht, kur kreu 7 vjet burg nga 13 që ishte dënuar. Revista shkruante: ai nuk pati më nevojë të kapërcente një gard siç bëri në një burg në Belgjikë ose të arratisej nga një paraburgim kur një oficer në Shqipëri harroi të mbyllte derën. Shqiptari Dritan Rexhepi, i quajtur mbreti i arratisjeve, e mori biletën e lirimit më 4 nëntor 2021, ndërsa ndodhej në një apartament në një blok luksoz në Ekuador. Më 28 tetor 2021, Diego Rafael Poma, gjyqtari i njësisë specializuar gjyqësore për garancitë penitenciare të Guayaquil, pranoi kërkesën e europianit për lirim paraprak, pavarësisht se kishte 2 kërkesa ekstradimi, njëra nga Shqipëria dhe tjetra nga Italia. Ai ishte një nga drejtuesit e grupit kriminal shqiptar Kompania Bello. Data 10 nëntor 2022 është data kur ai humbi gjurmët në Ekuador. Atë ditë Dritan Rexhepi u paraqit për herë të fundit në zyrën e gjyqtarit Poma, me emrin Lulzi Murataj, një nga disa identitetet e tij të evidentuara në procesin gjyqësor. Pas masakrës së parë në burgun e Latacunha, ai paraqiti kërkesën për përfitim e burgu. Ai arriti të transferohej në litoral dhe më pas në një klinik. Rexhepi mori një vendim të paprecedent nga një gjykatës në Guayaquil, që e lejoje të shkonte nga burgu në shtëpinë e tij, përpara se të arratisej. Në këtë rast, ministri i brendshëm Juan Zapata fajsoi ekskluzivisht sistemin gjyqësor. Më 9 gusht të vitit 2023, kandidati presidencial Fernando Villavicencio u vra në Quito gjatë një mitingu. Ai kishte denoncuar më parë kërcënime me vdekje, të dyshuara nga karteli Sinaloa, pasi kishte ekspozuar lidhje kriminale dhe figura të përfshira në lirimin e Dritan Rexhepit dhe liderit të Los Soneros. Pak ditë pas vrasjes së Fernando Villavicencio, lideri i Los Soneros shpalli armpushime grupe të rivalit si Los Lobos dhe Los Tiguerones. Ndërkohë, Amerika Latine vijon të jetë përfshirë thellë në trafikun e drogës, me zona jashtë kontrollit shtetëror dhe dhunë të vazhdueshme, sidomos në Guayaquil. Në këtë kontekst, Dritan Rexhepi u dallua për krijimin e një rrjeti shqiptar trafiku, ndërsa disa shqiptar të përfshirë në këtë aktivitet janë vrarë ndër vite në Ekuador, përfshirë raste si Adriatik Tresa, Ilir Hidri dhe Arianit Rizaj. Dritan Rexhepi u arrestua më 9 nëntor 2023 në Stamboll, gjatë operacionit Kartel, një aksion i koordinuar ndërkombëtar mes Interpolit, Italisë dhe Turqisë. Sipas ministrit turk, vendodhja e tij u zbulua fal bashkëpunimit të strukturave të inteligjencës dhe drogës turke me policinë italiane. Dritan Rexhepi është njohur si lideri i padiskutueshëm i kartelit të parë shqiptar, duke vepruar në nivel të njëjtë me trafikantët kolumbian dhe ekuadorian. Arrestimi i tij, i dokumentuar nga mediat italiane si Pablo Escobar i shqiptar, u formalizua me urdhër ndërkombëtar të gjykatës së Firences dhe pas hetimeve të drejtorisë antimafia në kuadër të operacionit Los Blancos. Ai u shpall drejtuesi i organizatës kriminale dhe më pas u dënua me 20 vjet burg.
Rexhepi zhvilloi veprimtarinë e tij kriminale ndërkombëtare kryesisht nga Ekuadori, një vend i favorizuar për trafikun e drogës për shkak të korrupsionit të strukturave shtetërore, lehtësinë e kalimit të kufive, pozicionit gjeostrategjik të porteve dhe mungesës së mekanizmave efektiv kundër pastrimit të parave. Në këtë ambient, ai arriti të krijonte një kartel tërësisht shqiptar, të quajtur Kompania Bello, i cili funksiononte me një shkallë të lartë autonomie, duke integruar të gjitha hallkat e trafikut nga furnizimi deri tek shpërndarja në Europë. Përplasjet midis bandave shqiptare në Guayaquil tregojnë se sa e fortë dhe decentralizuar ishte prezenca e tyre, duke krijuar një peizazh kriminal që sfidonte kontrollin e shtetit ekuadorian. Veprimtaria e Rexhepit ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare dhe mediat e kanë përshkruar si një udhëtim të jashtëzakonshëm të një trafikanti shqiptar, duke e bërë prezencën shqiptare në Ekuador shumë të dukshme. Sidoqoftë, historia e tij kriminale nuk përfundon me goditjen e Kompania Bello. Situata në Quito dhe Guayaquil ka krijuar një rrjet të fortë shqiptarësh të përfshirë në trafik drogë dhe krim të organizuar, duke bërë të flitet më shumë shqip se sa spanjisht, dhe duke lënë të kuptohet se pas Rexhepit dhe Tresës do të ketë edhe të tjerë që vazhdojnë të njëjtin aktivitet. Ky skenar tregon se karteli shqiptar, i drejtuar nga Rexhepi, nuk ishte vetëm një strukturë kriminale, por një fenomen transnacional që shfrytëzoi boshllëqet ligjore dhe dobësitë e shtetit ekuadorian për të krijuar një impakt të madh në trafikun ndërkombëtar të drogës, duke vendosur një precedent për mënyrën se si grupet kriminale shqiptare mund të operojnë jashtë vendit me efikasitet të lartë dhe autonomi të konsiderueshme.